Njerëzit sot kanë haruar se nuk mjafton vetëm të shikosh jetën tënde, interesat e tua, punën tënde dhe të jesh i lumtur. Ti jeton në një komunitet, jeton në një shoqëri, në një familje dhe ke përgjegjësi. Pra, kjo do të thotë se ti nuk mund të hypësh në makinë, të ecësh me sa shpejtësi të duash ti dhe të marrësh me qaf njerëzit e tjerë rreth rrotull. Pra, duhet të jesh i përgjegjshëm. E njëjta gjë me alkolistët. Nuk mjafton që ti po shkon në lokal, po pim për shefin tënd, po ndihesh ti mirë e hadhe po haron hallet e tua, ti ke një familje. Pra ti nuk mund të shkosh në shtëpi dhe të bësh sherr me familjarët e tu dhe t'ju nxish jetën fëmijëve të tu. Pra duhet jesh i përgjegjshëm. E njëjta gjë me bashkëjetesën në familje, apo në konvikt, apo në shtëpi me qera, apo me njerëz të tjerë, pra shok shoqe. Nuk mjafton vetëm që ti të kesh krevatin tënd mirë, të pastër, të ndruar dhe pjesën tjetër të shtëpisë të mos e prekësh me dorë. Pra duhet jesh i përgjegjshëm. Ke përgjegjësi për ambientin ku ti jeton, për familjarët me të cilët rrethohesh, për njerëzit të cilët banojnë në pallatin tënd, për njerëzit që shikon në rrugë dhe i takon, pra ec me kujdes, vepro me kujdes dhe mos mendo se duke qenë mirë ti vet, nuk ka rëndësi pjesa tjetër. Imagjinojeni pak një person i cili arrin deri në atë pikë sa shkatron veten e vet duke pirë raki apo duke pirë drogra të ndryshme dhe pastaj në fund humbet dhe jetën. Çfarë do ndodhi me prindrit e tij? Çfarë do ndodhi me vëllezërit e tij, me motrat e tij? Do të jenë të shkatruar. Pra do të ndihen shumë keq për vite me radhë, ndoshta madje prindrit s'do ta përballojnë dot jetën e tyre duke kaluar këtë gjë mbi supe për fëmijën e tyre. Pra mos mendoni veç për vete, mos u bëni kaq shumë egoist. Bota nuk është kaq e vogël vetëm rreth jush, siç mendoni ju, por duhet të mendoni në afatgjat, duhet të mendoni për të gjithë njerëzit që ju rrethojnë, duhet të jeni njerëz më të mirë, njerëz më të përgjegjshëm dhe ti mirëkuptoni të gjitha situatat se si janë.